Teksa Sali Berisha e vuri theksin e fushatës së tij tek ekonomia dhe korrupsioni i qeverisë. E reja e këtyre zgjedhjeve është vota e diasporës, ku sipas të dhënave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, më shumë se 245.000 persona janë regjistruar për të marrë pjesë në këtë proces. Në garën e 11 majit janë 11 subjekte apo koalicione politike, kandidatët e të cilëve janë vendosur në listat të hapura dhe të mbyllura. Çdo subjekt garon me 186 kandidat në listën e votimit të KQZ-s, ku 46 janë nga lista e mbyllur. Policia e shtetit ka hartuar planin e masave për zgjedhjet parlamentare që mbahen të dielën e 11 majit. Në terren për ruajtjen e objekteve zgjedhore janë angazhuar mbi 5.000 punonjës policie, ndërsa ditën e zgjedhjeve, sipas ligjit, ata duhet të qëndrojnë 150 metra larg qendrave të votimit, dhe ndërhyrja e tyre bëhet vetëm me kërkesë të komisioneve të qendrave të votimit, të koordinatorëve, KZAZ-ve dhe të KQZ-s. Mbi 5.000 punonjës policie janë angazhuar për ruajtjen e objekteve zgjedhore për zgjedhjet parlamentare që mbahen këtë të diel të 11 majit. Uniformat blu kanë marrë në ruajtje KZAZ-t, që në momentin që në to kanë shkuar materialet zgjedhore. Të shtunën paradite, efektivët që janë planizuar në ruajtjen e qendrave të votimit fillimisht instruktohen dhe më pas shpërndahen në qendrat ku janë vendosur për të kryer shërbim. Në të gjithë vendin janë 93 objekte zgjedhore, ku janë vendosur komisionet e KZAZ-ve dhe 5.225 objekte që do të shërbejnë si qendra votimi. Ditën e votimit merren në ruajtje nga policia e shtetit gjatë ditës së shtunë, të dielën e 11 majit, me dorëzimin në mëngjes të objekteve që shërbejnë si qendra votimi. Punonjësit e policisë tërhiqen në vend grumbullimet e përcaktuara dhe rikthehen për të bërë shoqërimin e materialeve zgjedhore në drejtim të KZAZ-ve në orën 19:00. Sipas ligjit, çdo punonjës policie ditën e zgjedhjeve duhet të qëndrojë 150 metra larg qendrave të votimit. Ndërhyrja e efektivëve brenda dhe jashtë tyre bëhet vetëm me kërkesë të komisioneve të qendrave të votimit, të koordinatorëve, KZAZ-ve dhe të KQZ-s. Ndërsa në orën 18:00 të së dielës, shërbimet e policisë marrin në ruajtje të gjitha vendet e numërimit të votave dhe do të qëndrojnë aty deri në përfundim të procesit. Gjatë procesit zgjedhor të së dielës, të gjitha burgjet në vend do të jenë në një nivel të shtuar sigurie. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve konfirmoi shtim të shërbimeve për të shmangur çdo incident gjatë procesit, kur pritet të votojnë 3.087 të dënuar dhe të paraburgosur. Të gjitha institucionet e burgjeve dhe paraburgimet në vend do të rrisin nivelin e sigurisë në fundjavë për shkak të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, me qëllim garantimin e mbarvajtjes së procesit votimit, por edhe parandalimin dhe shmangjen e çdo ngjarje të mundshme kriminale. Policia e burgjeve ka planizuar shërbime të shtuara në të gjitha institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale në vend. Burime pranë drejtorisë së përgjithshme të burgjeve bën me dije se masat do të vijojnë gjatë gjithë procesit votimit, nga garantimi së drejtës për të votuar për çdo person të izoluar që e ka atë, tek shoqërimi i tyre drejt qendrës votimit, kthimi në sektorët përkatës dhe shmangja e çdo incidenti. Sipas burimeve, në secilin prej institucioneve të burgjeve në vend janë përgatitur ambientet që do të shndërrohen në qendra votimi, ndërsa deri mesditën e së premtes materialet zgjedhore ende nuk ishin shpërndarë. Për llogaritë të procesit zgjedhor, Drejtoria e Burgjeve do të autorizojë kalimin në regjim të brendshëm të gjithë komisionerëve të miratuar nga KQZ si pjesë e komisioneve në qendrat e votimit në burgje, si edhe vëzhguesve të autorizuar nga KQZ. Referuar të dhënave zyrtare, në burgjet dhe paraburgimet e vendit kanë të drejtën e votës 3.087 të dënuar e të paraburgosur. Të drejtën e votimit nga kjo kategori nuk e kanë gati 1.357 individ të tjerë për shkak të ligjit të dekriminalizimit. Një motor i luftës së dytë botërore dhe i prodhuar në vitin 37 vijon të jetë ende në gjendje pune në Fier. Familja Bendaj e ka trashëguar këtë motor nga të paktën 3 breza, ndërsa dëshiron ta trashëgojë edhe për 200 vite të tjera. Ky është motori me kosh gati 90 vjeçari i familjes Bendaj në qytetin e Fierit. Sot 65 vjeçari Ferman Bendaj e ka këtë bizhu të trashëguar nga baba i tij Halimi, i cili gjithashtu ishte i apasionuar pas këtyre motorave. Ky është nga mjetet e rralla që i ka rezistuar 3 epokave të ndryshme: luftës së dytë botërore,
periudhës së komunizmit dhe tani në demokraci. Fermani na tregon se si e blen këtë motor në kohën e komunizmit dhe amanetin e të atit. Një spat, një çekat, një... Unë këtë motor e kam kujtim nga babai. Këta janë motorat të luftës dhe dikur Rusi ja fali shtetit ton, babai im ka qenë oficer në ato vite dhe këta motora i ka përdorur shumë kur ka qenë oficer dhe i njifte mirë. Dhe vërtet i kishte ëndër këta motora. Ko që doj që shteti atere i shiti këta motora, me kile me sa më kujtohet që përthoshte babai, dhe një ndër ta e mori babai nga ta motora që u shitën, që ky motor është edhe sot. Babai nga që kishte edhe shumë pasion, nuk e ndau këtë motor deri sa vdiq. Dhe ma la trashëgim një mua, por më la dhe një amanet, që këtë motor do t'ja lësh Bledit. Mirëmbajtja dhe riparimet e këtij motori kanë qenë një sfidë më vete, si për të atin e Fermanit, ashtu edhe për vetë 65 vjeçarin, që tregon se pavarësisht vështirësive, motori ka gjithçka origjinale. Ne kemi vojtë shumë edhe për pjesë këmimi, me të drejtën. Po babai nga që i vinte ndoresh si mekanika gjitha me radhë, i riparonte vetë, po me një lim apo me një saldim do t'i bëje, nuk kisha mundësi që të meri diçka të re. Bile, në qoftë se do të shikosh, do të tregoj edhe një disk që kam pasur dikur, se nga që zgjeja as tele, as një gjë, unë mundon i salduam dhe ne kam ruajtur vetëm thjesht i relike atë. Ky motor nuk ka asnjë lloj shtese nga origjinali si motor, shtesa për estetik edhe për bukuri, unë i kam shtuar vetëm xhamin, 2 pasqyrat edhe sinjale. Natyrisht pasja e një motori në kohën e komunizmit ishte një favor mjaft i madh dhe për këtë arsye, i ati i Fermanit, përveç se përpiqej të kënaqte me xhiro të birin, kënaqte edhe fëmijët e tjerë të lagjes. Gjithë fëmijët e lagjes që ishin mosha ime, dëgjonin zërin e motorit që dilte tek pa u afruar tek rruga, thoshte unë erdhi babi, edhe të gjithë fëmijët linim topin edhe me vrap shkonim që të hipnim motor. Merrte babai këtu edhe 10 kalamaq kemi hipur. Edhe në formë cirku, si ta them, sa vjen këtu ke dera. Domethënë 100 metra o bënte qefin të gjithëve. Ishte gjë e veçantë ajo. Pamja e këtij motori tregon vetë për pasionin e Fermanit dhe familjes së tij. Ai tregon se një mjet i tillë nuk e ka bukurinë autostradë, por në rrugë me kthesa dhe me gjelbrim. Ashtu siç kanë qenë edhe udhëtimet e tij me familjen. Ndërsa pas kësaj pune dëshiron që ky motor të ruhet dhe trashëgohet edhe nga fëmijët e niprit e tij, pasi garanton që mund të shkojë edhe 200 vite të tjera. Kam porositur djalit, siç e thash, dhe më përpara që do t'ja lësh djalit dhe lere porositë e djalit që mos ashesi t'ja lëre djalit vet. Ai nuk vdes ai motor. Për arsye se këta kanë dhe një material shumë të fortë, material lufte që është bërë për atë kohë, dhe këta motora mendoj që edhe 200 vjet ky motor do jetë kështu siç është. Liderët nga Franca, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar mbritën në Kiev në mëngjes pas një udhëtimi me tren gjatë natës nga Polonia për bisedime me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelenski, si një shenjë uniteti një ditë pasi Vladimir Putin i Rusisë priti aleatët e tij në një paradë për ditën e fitores në sheshin e Kuq. Kryeministri i Polonisë Donald Tusk ju bashkua 3 liderëve në këtë takim. Samiti diskuton një propozim të SBA-ve dhe Evropës për një armpushim 30 ditor në luftën e Rusisë në Ukrainë, që nëse refuzohet nga Moska do të pasohet me vendosjen e përbashkët të sanksioneve të reja, tha një burim diplomatik francez, duke shtuar se ky hap ende nuk është finalizuar. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski dhe udhëheqës vizitues e Britanisë, Francës, Gjermanisë dhe Polonisë zhvilluan një telefonat me presidentin e SBA-ve Donald Trump ditën e sotme dhe diskutuan përpjekjet e tyre për paqe, tha ministri i jashtëm Ukrainës. Në një deklaratë për X, ministri i jashtëm Andriy Sybiha tha se Ukraina dhe të gjithë aleatët e saj ishin gati për një armpushim të plot, pa kushte në tokë, ajër dhe det për të paktën 30 ditë, duke filluar nga e hëna. Ai e përshkroi telefonatën si produktive.
Pas paralajmërimit të ambasadës amerikane në Kiev për një sulm ajror në ditët në vijim, presidenti amerikan Donald Trump tha se udhëheqësit nga të dyja palët, Rusia dhe Ukraina, duhet të përfundojnë këtë luftë. Shtëpia e Bardhë bëri të ditur se Trump pati një telefonat shumë të mirë dhe produktive me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky të njëjtën, duke shtuar se Trump shpreson që si Ukraina, ashtu dhe Rusia do të bien dakord të javënardhshme për një anëpushim 30 ditor të propozuar. Kam një mesazh për të dyja palët, përfundoni këtë luftë, po u mbasin 5.000 ushtar në javë, ushtar rus dhe Ukrainas, edhe njerëz të tjerë, për hir të së vërtetës. Dhe unë them, përfundoni këtë luftë të marr. Ky është mesazhi im për të dy. Giro d'Italia nisi garën me etapën e parë nga Durrësi në Tiranë, turneumi i famshëm ciklistik solli në vendin ton kampionët më të mëdhenj të botës. Etapa e parë që përshkroi 160 km u fitua nga danezi Mats Pedersen, që arriti ta mbyll për 3 orë 36 minuta. Gara nisi në orën 13:10 me ciklistët që filluan të pedalonin nga rruga Egnatia në Durrës për të drejtuar më pas Kavajës, Rogozhinës, Qafkrab nga rruga e Vjetër dhe më pas në kryeqytet ku ngjitën 2 herë maloren e Surrelit. Etapa e radhës zhvillohet sot me një garë kronometrike, shpejtësie 13.4 km gjatë, ku secili tregon performancën e tij. Gara ka nisur në orën 13:30 dhe përfundon rreth orës 17. Aksidenti që ndodhi vetëm 4 km nga finishi ka lënë me pasoja ciklistin spanjoll Mikel Landa që u rrëzua në zonën e freskut. 35 vjeçari ka kaluar natën në spitalin e Tiranës, ndërsa mjekët tregojnë se situata është serioze. Sipas tyre, rezulton se ai ka pësuar një frakturë të vertebrës dhe shumë shpejt pritet që sportisti të transferohet në Itali për të nisur aty fazën e riaftësimit. Landa ishte një nga pretendentët kryesor për ta fituar këtë garë. Ai humbi kontrollin në një kthes dhe u përplas me një shtyllë ndriçimi. Pasi u rrëzuan edhe 2 të tjerë, por fatmirësisht pa lëndime. Aktualisht po zhvillohet gara e shpejtësisë 13.4 km gjatë, ku në fund fituesi merr 11.000 euro si shpërblim. Etapa e dytë, siç tham, përfundon sot rreth orës 17.